Dhe thot pejgamberi alayhi salatu selam, e kam pa Musa alayhi salatu selam në njeri i cili ishte i gjatë, ishte i pashëm. Ishte i pashëm, as shumë i zi, as shumë i bardh, por në mesin e ngjyrave më të mira. Pastaj kur kam rije për mu taku me Allahun subhanahu wa taala, kur ja ka bë Allahu 50 vakt farz, çka ka thot pejgamberi alayhis salam, sa herë që kthehej te Musa, mos i ka vdek Musa alayhis salam, moti ka vdek kur ka vdek, thot sa herë që kthehej te Musa më thonte, çka dha Allahu farz? I thash 50 vakt namaz. Thash ko ktheu. Lut Allahu me ta letu se populli jot zor që ka me të nguë, se unë i kum provu njerëzit zngojnë ata. Thot derisa kthehesha te Zoti e lutja, o Allah, a mas brit, a e ul pak numrin e kohëve të namazit. Thot sa herë që ktheja e hek Allah nga 5, e Musa thotë ktheu lutë. Ktheu shkoja te Zoti, thot derisa kur matëm 5, Musa prapë tha, shko se zngojnë. Unë i di njerëzit nuk bindën ata. Atëherë çka ndodhi zot? Atëherë thot pejgamberi selam, thot o Musa, po vjen marrë më. Marrë po vjen më shku te Zoti me i thon, zbrit edhe në 5. Apo atëherë e thirr Allahu xhela Musa e pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe i thot la yubaddalu alqawlu ladai, te unë zndron llafi, te unë zndron fjala, te ju është 5, te unë 50. Çkaç? Te unë është 50, andaj ai i cili le 5 vakt i kalon 50 vakt. Ai i cili le 5 kohë namaz çka si fal, ai kalon 50 vakte namaz.